Ka pasur një biznes, një pasticeri këtu në Saran, pasticerinë e parë, dhe unë do e kësha mësuar atë zanat. Para se të merrnim këtë restorantin, një bear, më thënë një sezon, ishte bosh për mua. Dhe mendova të zhvilloja aktivitetin e prindërve të mi, cili që mbyllur. Dhe hapa një punishte, në fakt, furnizoja restorantet, të flasim mapur, do me thënë, unë investova një diçka shumë të vogël që kushdo mund të investoj, 10 ose 20.000 euro dhe nëzora 60.000 euro që sezonin e parë. Që unë them që pse duhet të ikësh jashtë dhe të punosh dhe të sakrifikosh, të jetosh 10 veta në një shtëpi, ku diun çfarë bëjnë. Po ti ja punë, ti ja punë, ti jesh besoj se çdo njeri e ka një shok i ka 10.000 euro. Dhe po si ka njeri, ka nga 2.000 t'ja japi. Është e thjeshtë i gjesh 10.000 euro. Mendoj unë. Qofse njeriu ka dëshirë të punoj, dhe atë mundësi mund ta ketë tu 10 herë më të mirë në një vend tjetër. Ky është opinioni im. Të gjitha i kam me fakte këto që po ju them, kështu që po keni ndonjë njeri thojeni të kthehet se jemi mirë.